Albanezi dhe një mandat në krye të Australisë. Partia Laboriste e kryeministit australian Anthony Albanese është rizgjedhur për një mandat të 2-3 vjeçar radhësi. Udhëheqësi i opozitës Peter Dutton, i cili drejton Partinë Liberale Konservatore, që humbi vendin e tij në parlament të zgjedhjes së shtunës, pranoi humbjen. Ai tha, ne nuk bëhem mjaft mirë gjatë kësaj fushate që është e qartë sot dhe unë pranoj përgjegjësinë e plotë për këtë. Bëhet e ditur se Anthony Albanese do të jetë tani më lider i parë australian që fiton zgjedhjet e njëpasqyrshme që nga John Howard në vitin 2004, shkruan Euronews. Parashikimet e hershme nga Komisioni Zgjedhor Australian japin Partisë Laboriste të qendrës së majt në pushtet 70 vende dhe koalicionit opozitar konservator 24 vende në dhomën e përfaqësuesve të vendet me 150 vende. Ndryshe, çështjet kryesore në fushatën zgjedhore kanë qenë politika energjetike dhe inflacioni. Këto dyja partitë kryesore janë dakord se vendi përballet me një krizë të kostos jetesës. Partia Liberale Konservatore ka fajsuar për inflacionin, humbjet e qeverisë dhe rritjen e normave të interesit, duke u zotuar të heqë më shumë se 1 në 5 vende pune në shërbim publik për të reduktuar shpenzimet e qeverisë.